Të hënën më 23 mars ishim me kamerat tona në mjediset e biznesit shqiptaro-kanades Desa Auto, një kompani e specializuar në eksportin e makinave luksoze nga Kanadaja në Shqipëri si dhe në vende të tjera. Për disa vitesh, Desa Auto është përfshirë edhe në një veprimtari bamirësie në grumbullimin e pajisjeve dhe mjeteve mjekësore dhe zjarfikse të përdorura dhe dërgimin e tyre në Shqipëri për nevojat e institucioneve shqiptare, kryesisht spitale dhe shërbimi i mbrojtjes civile. Nisma e tyre prej gati një viti ka patur edhe kooperimin dhe mbështetjen e ambasadores Artemis Malo për lehtësimin e procedurave dhe sigurimin e një shpërndarjeje optimale të ndihmave në Shqipëri. Zë ambasadore, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, unë sapo informova nga Desa Auto për një nisëm disa vjeçare, ndoshta 3 më shumë vjeçare, në të cilën kjo kompani është përfshirë vullnetarisht për të ndihmuar institucionet shqiptare me mjete të ndryshme, si në fushën e mjekësisë, ashtu dhe në atë të zjarfikseve, dhe tani së fundi edhe në fushën e arsimit. Pra është një nisëm për të përkrahur, dhe ne si pasqyrë shqiptare vendosëm që të bëjmë një reportazh. Dhe duke u informuar mbi këtë nisëm, mësuam që ju si ambasadë keni ndërmarrë rolin e ndërmjetësit midis Desa Auto këtu në Kanada dhe institucioneve shqiptare në Shqipëri. Ju lutem na informoni pak më hollësisht për këtë nisëm kaq të bukur. Me shumë kënaqësi dhe faleminderit shumë që më në fund na u dha mundësia që ta promovojmë këtë iniciativë kaq humane dhe me kaq shumë mesazhe të bukura që po përcjell marrëdhënia midis dy vendeve tona. Unë jam e privilegjuar që ndodhem pikërisht në këtë periudhë midis këtij bashkëpunimi. Sigurisht kjo është një nisëm që individ të veçantë shqiptar e ka nisur me dëshirën më të mirë të një vullnetarizmi në kuadër të humanizmit dhe të mbështetjeve të ndryshme nga entitetet të ndryshme të palës kanadeze për të përcjellë në Shqipëri sa më shumë facilitete dhe ndihma humanitare në sektor të ndryshëm siç ju e përmendet. Ajo që ne si ambasadë kemi arritur që me shumë sukses të ndihmojmë dhe të lehtësojmë ka qenë gjithë pjesa e dokumentacionit, ngritja e urave të komunikimit dhe sigurisht dorëzimi me sukses i donacioneve, për sa kohë merret përsipër vullnetarisht nga kompania e transportit Desa Auto së bashku me partneritetet edhe me entitetet kanadeze që janë ofruar. Sigurisht entitetet kanadeze këtë gjë prej vitesh e bën edhe në shtetet e tjera, por kohëve të fundit është përqendruar gjithë ky angazhim në Shqipëri. Ne kemi arritur që t'i dorëzojmë me sukses të gjitha materialet dhe mjetet të cilat janë falur dhe e kanë pas destinacionin në Shqipëri, me një listë inventari, me aktin e dhurimit, me çdo dokumentacion përkatës. Atëherë, të ç'natyre natyre janë donacionet dhe cilët janë donatorët? Natyra e donacioneve ka filluar kryesisht me mjete ndihmë për ekipet e zjarfikseve. Duke filluar që flasim për 1500 produkte të ndryshme të sasive shumë të mëdha, në kontener shumë të mëdha, që këtu transporti për ne ka qenë ndihma kryesore sepse ne jemi përtej oqeanit dhe kjo do ishte e pamundur të realizoj edhe nëse ne do të kishim mundësuar të gjenim vetë këto materiale. Pastaj ka filluar me materiale mjekësore, kryesisht të gjërave të emergjencave, të mjeteve spitalore, të mjeteve të spitaleve dhe klinikave të ndryshme në Shqipëri, në sektorët e onkologjikut, në sektorët e kurimeve, duke mos qenë shumë specialiste e gjitha këtyre frazave teknike, unë po ju përfshi në një gamë shumë të gjerë të mjeteve spitalore deri në ambulanca, ose përsa i përket pjesës e zjarfikseve edhe në pajisje për zjarfikset apo dhe zjarfikse. Dhe së fundmi, kemi arritur të sigurojmë edhe mjete për arsimin, duke filluar me gjërat vogla nga donator të organizatave humanitare dhe këtu i përgjigjem pyetjes tuaj se kush janë aktorët kanadez. Kryesisht janë në fushën e sektorit privat, në bashkëpunim sigurisht edhe me organet e qeverisë, por kanë qenë organizata humanitare, veteran të organizatave të entiteteve mjekësore, zjarfikseve. Ose të zjarfikseve, që ata i quajnë veten të zjarfiksit pa kufi dhe prandaj dhe janë përqendruar vërtet pa kufi duke dhënë ndihmë humanitare.
Ka një lloj kriteri, një lloj filtri se sa funksionale janë këto pajisje dhe automjete që qohen atje? Ka një lloj kontrolli, një lloj sigurie që vërtet do shkojnë në Shqipëri, po do të përdoren? Sigurisht, nëse ne do ta nisnim nga Shqipëria si kërkesë drejtuar këtyre aktorëve, patjetër që nuk do të kishim mundësinë që të siguronim 100% se nevojat janë të natyrave të ndryshme dhe Shqipëria është një vend i vogël, Kanadaja me kapacitetin që ka edhe luksin për t'i rinovuar gjatë gjithë kohës ato pajisjet edhe mjetet e veta, por Shqipëria ka një listë bazë të kërkesave ku ka nevojë dhe ku i mirëpret të donacionet, të cilat jo vetëm që janë të certifikuara, të kontrolluara dhe janë të gjitha donacionet e mjetet të reja sigurisht, kjo nuk duhet të diskutohet fare, por nga ana tjetër, ato kalojnë edhe në një magazinim nga institucionet qeveritare në Shqipëri dhe për shembull po marr shkas nga rasti i fundit, janë dorëzuar Ministrisë së Mbrojtjes dhe Emergjencave civile, emergjencave të zjarfiksave, pra të gjitha aktorët institucional shqiptar që i marrin në dorëzim, i marrin me një procedurë të caktuar, e cila ka flet inventarit, të cilat kontrollohen në portin e Durrësit. Sigurisht nuk çdoganohen sepse janë akt dhurimi dhe nuk kanë, sipas kuadrit ligjor nuk kanë pjesë të doganës, por pastaj ato magazinohen dhe pastaj në bazë të prioriteteve të kërkesave që ka dhe nevojave që ka, ato pastaj distributohen. Me sa kuptova, Desa Auto luan përveç se rolin e organizatorit të gjithë këtij procesi edhe atë të transportuesit. Ne kemi filluar duke i kërkuar kontaktin Desa Autos për të lehtësuar dhe për të patur siguri në dorëzim. Pra kështu ka filluar bashkëpunimi fillimisht në këtë kuadër. Desa Auto dhe partnerët e tyre kanë qenë të gatshëm që ta vijojnë këtë nismë edhe në rrugë zyrtare të deklaruara, pasi bëhej në mënyrë humanitare gjatë rrugëve midis Shqipërisë dhe Kanadas që kompania e tyre siguronte. Aktualisht, unë jam shumë krenare të them që janë shumë rrugë të tilla të kryera të realizuara dhe është akoma në rrugë e sa po nisur një donacion i ri dhe po përgatisin një donacion tjetër. Dhe Desa Auto këtu qëndron tek pjesa e infrastrukturës sigurisht, po edhe në mundësimin e kontakteve kanadeze me ambasadën në mënyrë të tillë që këto kontakte të kenë një mekanizëm komunikimi zyrtar. Pikë së pari, duhet jemi shumë falenderus dhe shumë mirënjohës që shqiptar të suksesshëm prej shumë vitesh në Kanada dhe janë shumë për fat mirë e kanë mendjen dhe zemrën në Shqipëri dhe përpiqen që të gjejnë secili me mundësitë e veta në mënyra të ndryshme për të dhënë kontribut aty ku ka nevojë. Nga ana tjetër, ky grupi i këtyre aktorëve kanadez ka shprehur dëshirën, ashtu si dhe në shtetet e tjera, për të vizituar Shqipërinë. Për mendimin tonë, kjo do ishte mënyra minimale për t'i falenderuar dhe për të shprehur mirënjohjen tonë, dhe në kuadër të kësaj vizite duan të realizojnë edhe disa seksione trajnimesh me grupe të ndryshme të interesit në fushat që ata bëjnë këto donacione. Falenderoj për kohën dhe për shpjegimet edhe për gëzime. Faleminderit shumë, jemi gjithmonë të hapur për çdo lloj informacioni dhe bashkëpunimi. Faleminderit shumë.